Poštovane odbornice i odbornici, uvaženi predsjedniče opštine Nimenbegu, uvaženi potpredsjednici opštine, predstavnici medija i svi prisutni, otvaram prvu sjednicu prvog redovnog zasjedanja Skupštine opštine Ulcinj u 2025. godini. Pozdravljam sve odbornike, predlagače akata, predstavnike sredstava javnog informisanja i ostale prisutne. U skladu sa članom 73 Poslovnika o radu Skupštine, od službe se zahtjeva da utvrdi prisustvo odbornika i postojanje kvoruma. Hvala vam, faleminderit kryetare. Ivana Popović, Nela Milović, Ardian Mavrić, Ilir Čapuni, Aslan Lunji, Gjulija Pelinku, Ilmira Lika, Haji Sulejmani, Qemal Bajri, Sejida Suma, Skender Redžović, Fitim Dragaj, Donika Škreli, Driton Lunjić, Hakim Mavrić, Aleksandar Dabović, Elvedin Zaganjor, Arber Hadži Ibrahimi, Aldjana Sjerić, Vebi Hardoli, Driton Salej, Bojan Cjetković, Vera Margjonović, Mehmet Zenka, Jasmina Hasa, Bjondina Kim Mehmeti, Arben Tafić, Arjan Morati, Valmir Perezić, Omer Bajraktari, Kristina Dragović, Besart Hoxha dhe Monika Rudović. Faleminderit. Atëherë konstatoj që ka kvorum, prezent janë 22 këshilltar. Faleminderit. Hvala, gospodine Ceka. Dalje, obaveštavam vas da su svoje odsustvo najavili i opravdali odbornici Hakim Mavrić, Sejida Suma i Ardian Mavrić. Također, obavještavam Skupštinu da je odbornik Skender Redžović dana 8. aprila 2025. godine podnio ostavku na mjesto odbornika u Skupštini opštine Ulcinj. Shodno članu 49 Poslovnika konstatujem prestanak njegovog mandata. U skladu sa članom 8 Poslovnika obavještavam vas da je opštinska izborna komisija podnijela izvještaj o dopuni upražnjenog odborničkog mjesta na osnovu koga se za odbornicu imenuje Durata Hodžić sa izborne liste Novi početak, nakon ostavke Skendera Redžović. Koristim ovu priliku da novoj odbornici u ime Skupštine i u svoje lično ime uputim srdačne čestitke i poželim uspješan i odgovoran rad u korist građana Ulcinja. Također, moram da naglasim da je Donika Škrelji podnijela ostavku na funkciju sekretara komisije. Shodno tome, dalje će se realizovati i izabrati novi sekretar. Sljedeće obavještenje jeste o najnovijim promjenama u sastavu klubova odbornika. Odbornik Arjan Murati imenovan je za novog predsjednika kluba odbornika URE. Odbornik Elvedin Zaganjor preuzeo je dužnog predsjednika kluba odbornika SD i SDP. Također, formiran je novi klub odbornika Albanski forum, čiji su članovi Valmin Perazić i Monika Rudović, a predsjednik kluba je Valmir Perazić. Sada
Prelazimo na usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice u skladu sa članom 76 stav 1 Poslovnika. Zapisnik sa treće sjednice drugog redovnog zasjedanja održane 24. decembra 2024. godine dostavljen vam je u materijalu. Da li neko ima primjedbe na zapisnik? Ukoliko nema primjedbi, konstatujem da je zapisnik usvojen bez primjedbi u skladu sa članom 76 stav 5 Poslovnika o radu. Također, kod sebe imate zapisnik sa prve vanredne sjednice Skupštine opštine Ulcinj održane dana 22. februara 2025. godine. Da li neko ima primjedbu i na taj zapisnik? Ukoliko niko nema primjedbu, zapisnik je usvojen bez primjedbi na osnovu člana 76 stav 5. Sljedeće. Zapisnik sa druge vanredne sjednice Skupštine opštine Ulcinj održane 21. marta 2025. godine. Da li neko ima izjašnjenje vezano za ovaj zapisnik? Ukoliko nema, zapisnik je usvojen bez primjedbi na osnovu člana 76 stav 5. Zatim, zapisnik sa treće vanredne sjednice Skupštine opštine Ulcinj održane 27. marta 2025. godine. Da li neko želi da se izjasni? Ukoliko se niko ne izjašnjava, konstatujem da je zapisnik usvojen bez primjedbi na osnovu člana 76 stav 5. Nakon sjednice kolegijuma održane dana 16.4.2025. godine sazvala sam prvu sjednicu prvog redovnog zasjedanja. Materijal za ovu sjednicu dostavljen je 13. marta 2025. godine. Izuzev izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Ulcinj za 2024. godinu koji je dostavljen uz saziv za ovu sjednicu. Za današnju sjednicu predložen je sljedeći dnevni red. Pitanje i odgovori odbornika, izvještaj o stanju uređenja prostora za opštinu Ulcinj za 2024. godinu, program uređenja prostora za 2025. godinu, predlog odluke o donošenju plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj za 2024. do 2028. godine, predlog odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ulcinj 2025. do 2026. godine, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio-televizija Ulcinj, predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta DOO za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači, predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada javnog preduzeća za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj za 2025. godinu, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini 2024-2025. godina, predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan DOO Agencije za izgradnju i razvoj Ulcinja. Zatim, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking Servis Ulcinj. Otvaram raspravu u vezi predloženog dnevnog reda. Izvolite, predsjedniče Nimambegu. Mirdita, dobar dan. Hvala predsjednice Skupštine, gospođo Popović. Të nderuar këshilltare dhe këshilltar, spari dua t'ja uroj gjithë këshilltarëve pozicionet e reja si shefat e klubit. Shpresoj që do të vazhdojnë mi mbajt ato me përgjegjësi. Gjithashtu zonjës Durata Hoxha, një mandat të suksesshëm, keni marrë një post i cili ndoshta duket i lehtë, pa ka përgjegjësi të mëdha dhe uroj të punoni në frymën më të mirë të juaj. Të nderuar qytetar, të nderuar këshilltar, e nderuara kryetare,
Unë dëshiroj në emër të jo ekzekutivit, por të gjithë subjekteve politike të cilat jemi aktiv në këtë kohën e fundit së bashku, të propozoj pikë të re të rendit të ditës, e cila quhet informacioni lidhur me zhvillimet në Kuvendin e Malit Zi në lidhje me ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e turizmit dhe zhvillimit të pasurive të paluajshme ndërmjet Qeverisë së Malit të Zi dhe Emirateve të Bashkuara Arabe dhe aktivitetet e komunës së Ulqinit. Si arsyetim, ju kujtohet në 2 raste kemi marrë përfundimet e përbashkëta dhe kjo pikë e rendit ditës nuk ka nevojë të shqyrtohet sot, por ta kemi si pikë e rendit ditës ku do të kemi si kuvend mundësi që të reagojmë dhe të marrim qëndrimet ose të përforcojmë qëndrimet e përbashkëta rreth një çështje e cila ka bashkuar komunën tonë, por ka bërë shumë ndarje në skenën e Malit Zi. Vetëm sa një përkujtim të lehtë ose të shpejtë, kuvendin e fundit e kemi mbajtur me 27 mars, ditën e Ulqinit e kemi shpenzu në protest, aktivitetet e shumta kemi pas përkrahje të mëdha edhe institucionale, ju përkujtoj vizitën e kryetarit të shtetit Milatović, aktivitetet e deputetëve tanë, e sektorit jo qeveritar, në Kuvendin e Malit Zi, në 2 raste, dhe të gjithë aktivitetet të cilat qeveria Spajić është duke zhvilluar, kërkon nga ne që këtë pikë të shqyrtojmë dhe jam i sigurt që kjo pikë si rendit ditës, e cila ditëve në vazhdim duhet të shqyrtohet, do të jetë hapi i nevojshëm i komunitetit ton ndaj intencave qeveritare për të bërë diçka që është për ne e papranueshme. Ju faleminderit. Hvala, predsjedniče. Predsjednik opštine je predložio dopunu dnevnog reda sa tačkom informaciju u vezi sa dešavanjima u Skupštini Crne Gore povodom ratifikacije sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnine između Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata i aktivnosti opštine Ulcinj. Skupština opštine odlučuje o dopuni dnevnog reda na osnovu člana 78 Poslovnika o radu. Da li smo svi za ovaj dnevni red? Konstatujem da je dnevni red usvojen i pročitaću ga u cijelosti. Pitanje i odgovori odbornika, 1. tačka. 2. tačka, izvještaj o stanju uređenja prostora za opštinu Ulcinj za 2024. godinu. 3. tačka, program uređenja prostora za 2025. godinu. 4. tačka, predlog odluke o donošenju plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj za 2024. do 2028. godinu. 5. tačka, predlog odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ulcinj 2025. do 2026. 6. tačka, predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter radio televizija Ulcinj. 7. tačka, predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta DOO za očuvanje i zaštitu biodiverziteta uzgoja i lova divljači. 8. tačka, predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada javnog preduzeća za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj za 2025. godinu. 9. tačka, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini 2024-2025. 10. tačka, predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan DOO Agencije za izgradnju i razvoj Ulcinja. 11. tačka, informacije u vezi sa dešavanjima u Skupštini Crne Gore povodom ratifikacije sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnine između Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata i aktivnosti opštine Ulcinj. Sad slijedi izbor imenovanja, to je 12. tačka, predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking Servis Ulcinj. Sada ćemo glasati opet za dnevni red. Ko je za?
Konstatujem da smo sa 22 odbornika usvojili novi dnevni red. Moram dati kraću pauzu sada jer imamo nekih tehničkih problema dok ih ne riješimo. Pauza je nekih 15 minuta. Možemo da počnemo. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, odbornička pitanja. Pozivam odbornike, ukoliko žele da postave pitanje, da se jave za riječ. Pitanja će biti unijeta u zapisnik i proslijeđena nadležnim organima. Izvolite. Odbornik Četković se prvi javlja za riječ, zatim ćete vi, gospodine Tafić. Poštovana predsjednice Skupštine, poštovani predsjedniče opštine, uvažene kolege i koleginice, predstavnici medija, poštovani građani. Što se tiče pitanja, uputio bi pitanje predsjedniku opštine. Kad smo već na ovoj famoznoj raspravi koja je dugo trajala do kasno u noć, čuli i kolegu poslanika Čapunija o tom članu 29 koji ja podržavam svakako i načine koji se on borio za Ulcinjane, ali niko ne pomenu ni jednom prava, kao što se pominju prava manjina u državnom parlamentu, na državnom nivou, niko ne pomenu prava manjina na lokalnom nivou. Pa moje pitanje glasi za predsjednika opštine koliko je manjina ili ti koliko ljudi u procentu pravoslavnog naroda je zapošljeno u lokalnoj samoupravi i u određenim preduzećima gdje je osnivač opštine. Pa bih molio odgovor napismeno kad stigne i kad se obavi to čisto radi naroda da vidimo kolika je zastupljenost pravoslavnog naroda u opštini i u preduzećima gdje je opština osnivač. Hvala vam. Hvala, gospodine Četković. Izvolite, predsjedniče Imanbegu. Poštovani odborniče Četković, sa punim pravom postavili se to pitanje. Znate da se to mora vršiti preko anketiranja u lokalnoj samoupravi i u preduzećima. Mi ćemo preduzeti korake i nadamo se da ćemo vam što prije dati informaciju koja nam bude dostupna. I zbilja imate pravo, znači prava moraju da budu recipročna, u smislu ne reciprociteta nego svaka zajednica mora da brine o onima koji se osjećaju da su zapostavljeni, nedovoljno zastupljeni, tako da i ova lokalna samouprava će to uraditi. Ja vas želim podsjetiti da smo zajednički ovdje, kad smo usvajali budžet, došli do toga da obilježavamo i čestitamo našim sugrađanima i Vaskrs i Uskrs i to je prvi put, ja mislim da je to rijedak slučaj u Crnoj Gori i drago mi je da smo to uradili sa jednom malom, rekao bi, propustom sa naše strane da, recimo, imao sam kontakt sa parohom iz Ulcinja i mi smo previdjeli da bi to trebalo biti na ćirilici i to nismo namjerno uradili, jednostavno nedostatak komunikacije ili kad se nešto prvi put radi, tako da su to koraci.
Moramo zajednički slati poruku da praznici se trebaju poštovati i svaka vjerska zajednica i oni koji su vjernici znaju da se praznici čestitaju iskreno i na najljepši način. I mislim da kao zajednica to moramo raditi. Hvala. Hvala predsjedniče Imanbegu. Da li još neko želi da postavi? Aha, da, gospodin odbornik Tafić, izvinite. Të nderuar kryetare, të nderuar këshilltarë dhe këshilltare, të nderuar qytetarë. Unë ndeshta një drejtim tjetër këtë çështjen e pyetjeve e përgjigjeve, sepse këtu ja vetëm unë, por këtu ka edhe këshilltarë tjerë që janë pozitë e opozitë që shumë herë s'kan fituar përgjigje. A ja vlen që këtë jetë pikë e rendi ditës nëse s'fiton përgjigje. Domethënë, nëse hupim kohë 10-15 minuta me këtë pikë të rendit ditës e nuk fiton përgjigje, nuk e shoh të arsyeshme. Ose thoni pyetjet bëhen vetëm me shkrim, edhe atëherë ju fitoni përgjigjen me shkrim. Sepse këshilltarja jonë, Jasmina Hasa, ka bërë pyetjen në lidhje me të punësuarit në të gjitha institucionet, edhe nuk kena fituar përgjigje sa të kësaj dite. Domethënë kanë kaluar 2-3 muaj edhe nuk fiton përgjigje. Pyetjen do të kishe drejtuar pyetjen tjetër të radhës, pse ndoshta ky, domethënë ky reagimi imi do të jetë shkas që të fiton përgjigje në pyetjet e ardhshme. Domethënë rrugt, masi që jena në prag sezonit turistik, sekretariatit për investime kishe me pas qef me më dhënë përgjigje kur do të kryhen, sepse sezoni i shafër, një maj i shafër, aktivitetet fillojnë, nëse pasqyra pare jona do të jetë kjo me rrugë të zhgatruara, atëherë çfarë sezone presin. Nëse e marrim parasysh edhe të gjitha këto debatet që i kena pas në lidhje me marrëveshjen që është nënshkruar në pushtet, pa më duket edhe ky disponim ishte transferuar edhe në mbledhjen e sotme, domethënë si gjithë jena si me pas ditë zije, edhe pse ashtu duhet të jetë, si thotë. Por, domethënë kisha me pas qef të dim një farë date që të përgatiten as paku deri në gjysmë majit ato rrugë të janë të rregulluara. Po sërish edhe aty ke ujësjellsi, ku ish bën një grop shumë e madhe, ku ata që nuk e din rrugën mundin edhe të dëmtohen fizikisht. Domethënë aty të reagohet sa më shpejt. Domethënë se për ditë kale aty duhet me reagu sa më parë. Pyetja dytë, nuk di se cilit sekretariat ja takon, ai është për mund të jetë drejtuara kryetarit komunës në këtë rast, ishte për deponin e cila unë e thas deponia Mozhura 2, që është në pjesën e hyrjes në Mal Bardh. Unë e kam pasur ish pastru, por tash 2 herë kena zjarr që vujet në ato vende. Bëhet djegja e gomave aty edhe në pjesën lart ku ish ndërmarrja lart, e kena pas tash shpejt edhe një zjarr. A do të mbyllet, turistët të gjithë kalojnë asaj rrugë, GPS-i i çon nëpër asaj se ish rrugë më e shkurt, a ka mundësi të mbyllet, të vuhet një paravan që mos të shihet se çka ka aty, ose çka ish më mira si mas të bëm reagimin e qytetarëve të asaj zone, të bëm ndonjë protestë që të mbyllet ajo spakut kur të jetë edhe sezoni turistik, se ish pasqyrë shumë më keqe për ne. Një kaq kishe pas, domethënë në lidhje me këtë pikë të rendit ditës. Faleminderit. Hvala, gospodine Tafa. Izvolite, predsjedniče Imanbegu. Atëherë, i nderuari këshilltar Tafa, keni plotësisht me drejtë. Domethënë, esenca e pyetjeve përgjigjeve është që të hapet transparenca e punëve në komunë. Unë, sekretarët e mi mund t'ju vërtetojnë, ka 3 kolegiume që i kam tërheq vërejtjen që të përgjigjen me shkrim të gjithë pyetjeve, të cilat i kanë në disponim. Pa marrë parasysh ku është çështja, a ish problemi në mënyrë që këtu pyetjet bëhen në mënyrë gojore dhe proces verbalet aprovohen 1 muaj apo 2 muaj më vonë kur vjen kuvendi i ardhshëm, si duket kjo çështje duhet rregulluar brenda asaj. Unë për atë arsye po t'ju përgjigjem në këto 3 pyetje të cilat i keni ushtruar në mënyrë gojore, por me shkrim disa prej tyreve ka më pas kohë edhe në të ardhmen. Sa i takon asfaltimeve, ne asfaltimet kemi pas premtim që do të fillojnë nga 15
marsi. Gjithë ekipi kemi ba presion në ndërmarrjen e cila është duke zhvillu punimet në të zonat në qytet, qoftë zona urbane, qoftë plasma dhe tjerë. Ato, si pas kushteve kohore, janë vënuar. Ata sot duan të vazhdojnë në 2 segmente, rrugën e cila ecën drejt shkollës Boshko Strugar dhe rrugën qendrore, këto 2 ditë. Ne do të bëjmë çmos që to deri në 1 maj të jenë të asfaltuara. E dini se sezoni i ndërtimit është deri me 1 qershor dhe do të bëjmë sa i takon segmentit rrugës e cila është nga rrethrotullimi për Këtërkollë dhe drejt Ujësjellësit, edhe aty tenderin e kemi të përfunduar dhe sigurisht aty është një mjete shumë të mëdha të dedikuara deri në 120.000 euro, por nuk janë për gjithë zonat, janë për sanimin e sezonit turistik. Dhe sipas disponimit të kompanisë do të bëhen asfaltimet. Në Maltezi është një problem i tillë që ka një mënyrë monopolit kompanit të cilat asfaltojnë. Është përballuar edhe kryetari baraktari vitin e kaluar. Me këto probleme ne do të bëjmë çmos që të jetë kjo. Edhe një herë apeloj të qytetarët. Apeloj si posaçërisht e sekretarët e mi, sekretarët e t'i pushtet. Përgatitja e sezonit tani duhet të jenë prioritet. Prioritet jo vetëm si e rregullt, po si gjë e jashtëzakonshme se kemi për shumë shkaqe i kemi disa hapa të vënuara, të cilët nuk kemi përkushtu asaj pune sa e ka nevojën e taj. Edhe më përkujtoni pyetjen e tretë ishte, unë edhe një herë duhet i falenderoj ekipit të zjarrfiksëve për këtë flakën e fundit, edhe një kompanisë private e cila me eskavator e ka bërë shuarjen e atij zjarrit. Këtu tregohet dobësia apo gjithë sistemi ynë, sepse ajo deponi është në tokë private, domethënë asaj kompanisë e cila e ka privatizuar këtë objektin e primorjes, dhe dislokimi i gjithë atij material është hap i nevojshëm dhe do të shikom masat, por mos harroni në Maltezi është shumë vështirë gomat e tjerë ku mi deponu. Ashtu që edhe në këtë segment ju falenderohem jo vetëm në iniciativë, por jemi duke punuar që ta zvoglojmë edhe atë rrezik, sepse aty nëse niset flaka, ajo me ditë nuk, ajo do të jetë një katastrofë e vogël për gjithë zonën. Kështu që ju falenderoj në pyetje dhe këto pyetje do të fitoni përgjigje, do të fitoni edhe me shkrim sa është në masën e mundshme. Ju falenderit. Hvala, predsjedniče Numabegu. Prvo, sljedeća na redu je gospođa Nela Milović, zatim Driton Salaj i zatim Hadži Sulejmani. Hvala. Poštovani predsjedniče opštine, poštovani potpredsjednici, poštovane koleginice i kolege odbornici, poštovani mediji, poštovani prisutni, poštovani građani opštine Ulcinj. Moje pitanje je opet u vezi raspodjele sredstava ženskom preduzetništvu. Kratko ću obrazložiti ono što svi mi znamo, a to je da se već godinama u našoj opštini budžetom izdvajaju sredstva za ovu namjenu, a da nikad nije došlo do realizacije iste. Da ne dužim, očekujemo od nadležnog sekretarijata da nas obavijesti o svojim aktivnostima po ovom pitanju. Također iskoristit ću priliku da čestitam novoimenovanoj odbornici i da joj poželim sreću u radu. Hvala. Hvala, gospođo Milović. Proceduralno se javio odbornik Ilir Čapunin. Të nderuara qytetarë dhe qytetarë, faleminderit zonja kryetare, të nderuar kryetari i komunës. Çdo debat është i mirë, është i bukur, derisa vijon dhe nëse ka efekt. Por sot kemi ne si kuvend duhet të respektojmë rregulloren e punës, edhe pyetjet e përgjigjet nuk duhet të shndërrohen në debat pa kontroll.
Duhet t'ju rikujtoj zonja kryetare që është neni 51 i rregullores i cili e përcakton procedurën se si vendosen, se si shtrohen pyetjet kuvendit dhe kryetarit dhe administratës. Pra, 10 ditë më parë se fillon kuvendi, dërgohet pyetja me shkrim. Kuvendi ka me detyrë brenda 2 ditëve për t'ia nda sekretarëve edhe kompanive ose kujdo që është drejtuar pyetja. Ata kanë me detyrë për 7 ditë për ta depunuar pyetjen dhe 3 ditë e ka kuvendi për detyrë për maksimum 3 ditë për t'ia dërguar këshilltarit. Pastaj këshilltari vjen në kuvend, e lexon pyetjen dhe bën debat me atë personin i cili është, pra duke u mbajt me ato suazat edhe kornizat e pyetjes. Kështu që vetëm desha këtë vërejtja që ta kemi, pra ta mësojmë se si është. Formularët më duket se janë ende në website-in e kuvendit se si shtrohen pyetjet, që mos bëjmë debat pa shkrim, sepse siç tha kryetari i komunës, proces verbali miratohet pas 2-3 muajsh edhe këto pyetje mbesen në ajër pa u përgjigj. Faleminderit. Hvala odborniče Čepuni, ali zato mi jesmo ovdje da slušamo glas građana i da možemo ujedno i biti transparentni i da dobiju građani odmah odgovore. Sljedeći za riječ javio se Driton Salaj, izvolite. Proceduralno, izvinite, Salaj, nisam čula. Të nderuar kolegë, të nderuar qytetarë, thjesht shfrytëzoj procedurën që të rikujtoj edhe këshilltar tjerë se edhe pse sot kemi hapur pyetjet në mënyrë me gojë, është gjë e drejtë sepse edhe disa këshilltar i kanë respektuar procedurat, i kanë çu pyetjet me shkrim edhe nuk është respektuar asnjë procedurë pi sekretariateve përgjegjëse. Nuk jam të thënë tesh, kesh prakse cila nollën me vite ndër radhë, ka nollë edhe para 2 vjetëve, para 3 vjetëve, para 5 vjetëve, kështu që unë përgëzoj se kryetarja e kuvendit e ka pranuar që pyetjet të shtrohen me goja dhe të përgjigjen prej sekretariateve apo prej kryetarit. Ju falenderoj. Hvala. Izvolite, gospodine Čepuni, proceduralno. Nderuara kryetare, të nderuar kolegë, nëse një shërbim nuk ja dërgon përgjigjen, ky kuvend në bazë nenit 54 të rregullores mund të marrë përfundim për dënimin e atij sekretarit. Edhe ju kam ftuar tash sa herë, tash 2-3 vjet, edhe më parë, hajde të marrim në një përfundim. Ta bëjmë listën kush i ka respektuar procedurën, ka dërguar me shkrim etj, edhe marrim një përfundim. Faleminderit. Hvala, gospodine Čepuni. Nastavljamo sa daljom praksom. Izvolite, odborniče Driton Salaj. Faleminderit zonja kryetare. Pasaj që ka dëgjova prej këshilltarit Çepuni, jam pak konfuza me parashtru pyetjen, mos e parashtru, për të pa këtë mënyrë se janë të ecët, po parashtrojnë këtë mënyrë, por nëse duhet të parashtroj edhe me shkrim pranë kuvendit. Pyetja jeme është drejtohet kryetarit edhe sekretariatit përkatës, ndoshta edhe policisë komunale, nuk e di kuj, sa i përket shenjave të komunikacionit dhe shenjave për shkrim të vendodhjes pranë shkollës Bedri Elezaka në Antmalit, të cilat janë vetëm në gjuhën malazeze. Çka kena ndërmarrë si komunë që aty të respektohet ligji dhe ato shenja të jenë në dy gjuhësi. Mendojmë që është një provokim i hapur i qeverisë aktuale ndaj banorëve të Anës Malit. E dim se aty jeton 100% popullat shqiptare dhe aty nuk ka vend një shenjë komunikacionit vetëm në një gjuhë. Jo vetëm në Antmalit, por në krejt komunën Ulqinit, eksplicit në Antmalit. Kisha dash një sqarim çka ka ndërmarrë komuna, na si parti kena reaguar tash 1 vjet, pse policia komunale nuk reagon për me hek ato shenja edhe me çu ligjin në vend. Faleminderit. Hvala, gospodine Salaj. Sljedeći se javio gospodin Hadži Sulejmani za odborničko pitanje.
Ju përshëndes të gjithëve, kryetarin e komunës, kryetarin e Kuvendit, kolegë këshilltarë dhe këshilltare, drejtor të dikestere apo sekretar si quajmë ne këtu, mjetet e informimit, edhe një përshëndetje e posaçme për diasporën tonë apo mërgatën tonë që gjenden jashtë që na ndëgjojnë. Unë të them drejtën e kam dhënë një mendim timin që pyetjen dhe përgjigjet shqiptare me hjek për janë ditës. Për arsye që 7-8 nuk duhet i përmendim më rend, i kam bërë me shkrim, asnjë përgjigje nuk kam. Nuk e fajsoj kryetarin e komandit tashme, këto janë prej komandit tashme. Bela dhe unë kur isha kryetar komandit dhe një nuk ashtë tase, por a jam mundu në atë që përgjigjet jenë pozitive apo negative jenë të përgjigjet. Dhe me thonë, ka 3 vite më radhë që përgjigjet shqiptarëve nuk kemi, atëherë pse të bëjmë pyetje këtë. Zotri Hoxha shqiptari, thëtë që të bëhen me shkime dhe nuk janë bëhen, na kritikon ne vedin dhe mu me ta, që si kemi bëhen në mënyrë të rregull. Unë i them atij që kemi bëhen në mënyrë të rregull, por nuk janë përgjigj në mënyrë të rregull. Kjo është problemi, i gjithë problemeve. Dhe unë mendoj që një ndër pyetjet më të rëndësishme që nuk do t'i cekë gjitha si janë 7-8 me siguri, edhe muj përsëritje përsëris, por nuk do t'i shkruaj më, është në pyetje Uraklleznës. Atë një trashëgimi shumë vjeçare që nuk kemi përgjigje. Që Kuvendi është i obliguar me Ministrisë për Kulturë me bu pyetje, ku kanë shku 40-45 mijë euro, kam informatat mendoj të sakta, që ka fillu dhe më thënë riparimi i saj dhe kam betë ashtu që a ishtë dhe ma keq, janë prish struktura e lartë e urës ashtë prish, ajo me kalimin e kohës do të shembet. Kemi tjetër pyetje, do t'i përmeni vetëm disa, kemi sallën e kulturës apo sallën në Katërkollë. A ishte objekt i shtëpisë kulturës së Ulqinit. Si ka mundësi që të kaloj pronësia o tren komercit, që o tren komercit se ka pas kur pronësia te. Po të njëjtën gjë, trashëgimia kulturore e Anës Malit, po dhe të Ulqinit të së bashku, mos bëjnë ndarje, është biblioteka. Me disa 100 libra, edhe 1000 libra, janë mrenda, dhe më thënë është mbyllë dera, është pronësia o tren komercit. Unë nuk du të merrem me te, as me gjykatës me prokurori, unë të kërkoj informacion si ka mujt të kaloj pronësia o tren komercit, që nuk ishte kur. Edhe apeloj që në mbledhjen e ardhshme të kemi përgjigje në gjitha pyetjet e shqiptarëve. Tu ja fillu prej me por se gjithë që kemi bën deputet shqiptarëve na jepin përgjigje. Qoftë edhe pozitive edhe negative, ne s'mund të bëjmë atë çka nuk është, por përgjigje, domthon 3 vjet ditë kohë që nuk kemi përgjigje sa i përket pyetjeve të shqiptarëve. Përveç që ato që jep kryetari direkt apo to. Domthon apeloj edhe një herë ose ta hekim perëndit ditës edhe mos merremi më me këtë, mos hupim kohë. Kështu mendoj unë. Për atë po them, unë nëse kërkon kryetaria Kuvendit apo Kuvendi, unë mund të përsëris ato, t'ju çoj aty në nal, jo këtu më janë foltore, po i përsëritë vetëm disa prej tyre, që janë shumë më rëndësi, unë kështu e shoh, edhe mendoj që kjo përvojë është përvojë e keqe e Kuvendit. Të fillu pimet dhe ju gjithëve. Duhet në fund të dal prapë prej teme, të falenderoj kryetarin e komunës edhe deputetin Ilir Shapuni dhe deputetin Meto Zenga që u gjenden në kryet e detyrës. Vetëm ashtu të bashkuar mund të fitojmë diçka të madhe. Por një luftë kemi fillu, por se kemi kry. Flas në mënyrë demokratike normal. Unë mendoj që është plani A dhe plani B. Plani A është kryer deri diku, kemi planin B, që nuk duhet dorëzohemi që Ulqini është në rrezik. Faleminderit që kalova pak prej temës kryetare, më falni. Hvala, gospodine Hadži Sulejmani. Da li još neko želi da postavi? Izvolite, gospodine Hoxha. Të nderuar koleg, pyetja jeme i drejtohet sekretariatit për investime. Besoj nëse mundet edhe kryetari i komunës të na japë përgjigje, i takon pikërisht mhallës së re, asaj pjesë e cilës edhe e përfaqësoj, sepse mhalla re ka paralajmëruar një protestë për shkakun e punimeve, por punimet në një pjesë janë kryer, kurse në një pjesë tjetër
prej, tash nuk e di sa keni parasysh, prej xhamis tek rrethi me 3 ullinj, nuk janë realizu punimet edhe janë të ecë me një tempo jo të kënaqshëm. Dua të cek se e kuptoj se hasim vështirësi një projekt të tillë, e kuptoj se është projekti ndoshta më i rëndësishëm infrastrukturor në 50 vjeçarin e fundit për komunën e Ulcinit dhe normalisht që kemi tolerancë për këtë, thjesht dua të sqaroj se pse në një pjesë është asfaltuar, kurse pjesa tjetër është lënë ende jo e ndrequr. Ju falenderoj. Hvala, zahvaljujem odbornicima na postavljenim pitanjima. Sva pitanja bit će službeno proslijeđena, odgovore će biti dostavljeni u pisanoj formi u skladu sa poslovnikom. Sad krećemo dalje. Tačka 2. Izvještaj o stanju uređenja prostora za opštinu Ulcinj za 2024. godinu. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač sekretarijat za prostorno planiranje. Molim predlagača da da svoje uvodno izlaganje. Predsjedniče, sekretar, izvolite. Škelzen, gospodine Škelzen, izvolite. E nderuara kryetare e Kuvendit, i nderuar kryetar i komunës, të nderuar këshilltar, të nderuar qytetar. Në lidhje me pikën e rendit të ditës, raporti i rregullimit hapësinor për vitin 2024, para jush keni vendimin për miratimin e këtij raporti, si dhe raportin në tërësi si material. Materiali nga raportues është përpunuar nga 4 sekretariate dhe 1 shërbim, sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm, sekretariati për investime, sekretariati për veprimtari komunale dhe banesore, sekretariati për bujqësi, zhvillim rural dhe ekologji, si dhe shërbimi i kryearkitektit qytetit. Në aspektin e planifikimit hapësinor janë të përfshira gjitha planet në fuqi të cilat gjatë vitit, domethënë me që kemi të bëjmë me raportin e vitit kaluar, planet të cilat kanë qenë në fuqi gjatë vitit kaluar, është raportuar se gjatë vitit 2024 nuk është punuar nga sekretariati as plani i ri, as një plan i ri detal, por sepse sipas rregullores dhe sipas ligjit punët në përgatitjen e dokumentacionit planifikues e bën Ministria. Ministria e Planifikimit Hapësinor gjatë vitit 2024 ka miratuar studimin lokal të lokacionit për shtojën e poshtëm, që është risi për vitin 2024. Raporti parashe edhe prezanton investimet në rregullimin hapësinor nga Sekretariati për Investime, i cili është paraqitur në mënyrë tabelare, po ashtu edhe nga Sekretariati për Veprimtari Komunale dhe Banesore. Po ashtu këtu kemi edhe dhënat të cilat janë nga Sekretariati për Bujqësi, si dhe të dhënat nga kryearkitekti i qytetit. Si përmbledhje e kësaj, një informacion i shkurtër në lidhje me sekretariatin për planifikim hapësinor gjatë vitit 2024 janë lëshuar 180 kushte të reja urbanistike. Kemi një nga Komisioni për Statut, kemi një vërejtje me vend dhe kemi bërë ndryshimin e përpunuesit dhe propozimin sipas cilit përpunuesi është kryetari i komunës, ndërsa vendimi vjen nga Kuvendi dhe në vendim shënohet përpunues Kuvendi i komunës. Faleminderit. Hvala. Gospodine Škelzen Sulejmani, znači nakon uvodnog izlaganja u cilju racionalnog trošenja vremena daje se riječ predsjednicima radnih tijela da pročitaju izvještaj za sve tačke dnevnog reda koje su razmotrene. Pozivam gospodina Ilira Čapunija, izvjestioca Odbora za statut i propise, da pročita izvještaj sa sjednice. Faleminderit kryetare, të nderuar qytetarë, të nderuar këshilltar.
në mbledhjen e mbajtur me datën 24 prill në orën 9 në praninë e këshilltarëve Qemal Bajri, Nella Millović, Fitim Draga, Dyton Lungjis dhe meje si kryetari i këtij këshillit dhe në mungesë të këshilltarit Bojan Qetković, në prezencën e propozuesve të pikave të rendit ditës, sekretarëve të sekretariateve, Këshilli për statut dhe dispozita ka sjellur këto vendime, pra kemi miratuar të gjitha pikat dhe kemi dhënë dritën e gjelbër për diskutimin për secilin pikë. Dhe këtë për raportin mbi gjendjen e rregullimit të hapësirës së komunës së Ulqinit për vitin 2024, programin e rregullimit të hapësirës për vitin 2025, propozim vendimin për miratimin e planit për vendosjen e objekteve të përkohshme në territorin e komunës së Ulqinit për vitet 2024-2028, propozim vendimin për miratimin e planit lokal të veprimit për të rinjt në komunën e Ulqinit për vitet 2025-2026, propozim vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e vendimeve për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar emituesi publik lokal Radio Televizioni Ulqin, propozim vendimin për ndryshimin dhe plotësimin e statutit të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, kultivimin dhe gjuhëtinë e kafshëve të egra, propozim vendimin për dhënien e pëlqimit në programin e punës së ndërmarrjes publike për rritjen dhe mbrojtjen e egërsirave për vitin 2025, propozim vendimin për dhënien e pëlqimit për raportin mbi punët e kryera dhe masat të ndërmarra në sezonin e kaluar të gjuhëtisë, propozim vendimin për dhënien e pëlqimit në programin e punës dhe planin financiar të Agjencisë për Ndërtim dhe Zhvillim të Ulqinit, propozim vendimin për dhënien e pëlqimit me vendim për emërimin e drejtorit ekzekutiv të parking servisit në Ulqin. Dhe të gjitha këta pika që i emërova, i ceka janë miratuar dhe kanë dritën e gjelbër nga ky komision për të shqyrtuar dhe votuar në kuvend. Ju falenderoj. Hvala, gospodine Čepuni. Sada pozivam predsjednika Odbora za financije, privredu i razvoj, gospodina Hadži Sulejmanija, da pročita izvještaj sa sjednice odbora. Këshilli për Financa, Ekonomi dhe Zhvillim, apo Komisioni. Në mbledhjen e mbajtur 24/4/2025 në fillim në orën 20, prezent në mbledhje ishin Hadži Sulejmani, kryetari i Këshillit, antar Aslan Dhunji, Dritan Dhunji, Arber Hadži Ibrahimi, Vebi Ardolli dhe Arben Tafiq, Mungoj Vera Margjonović. Në mbledhje ishin prezent në emër të propozuesit Shkezen Sulejmani, Lar Taipi, Ata Muçaj, Enisa Muratović, Rifat Gjinović, Shpetim Jahja dhe Luan Vuka. Këshilli për Financa dhe Ekonomi dhe Zhvillim të Kuvendit Komunës së Ulqinit shërton dhe vendos për këto pika të rendit ditës, unë duhet të lexoj kryetare të gjitha që mos dal disa herë këtu, dhe për 9 pika të rendit ditës kemi bërë shqyrtime, përveç ato për drejtorin e service parkingut, nuk e kemi diskutuar. Në lidhje me këtë, në pajtim me nenin 117 paragraf 1 të rregullores së punës Kuvendit, i cili parasheh që pas shqyrtimit të propozimit të vendimeve, trupi punues kompetent në raportin e vet i propozon Kuvendit që propozimet e vendimeve të miratohen ose të mos miratohen. Këshilli një zërit me 6 vota pro i propozon Kuvendit që të miratojë propozimet e vendimeve të lartë përmendura, përveç pika 4 që u votua me 5 vota pro, kundër 0 dhe 1 përmbajtur. Edhe këtu në këtë raport, me qenë se proces verbalin nuk e mora të lexoj edhe të lolli me pikë, të lexu pikat të rendit ditës, po të shkom shkurt dhe ashtë më mirë, janë dhe 2 amandamente të shtruara për pikën 3 që nga kryetari i komunës, të cilët edhe ato bashkangjiten, dhe me thonë kalojnë në komision apo në Këshillin për Financa, dhe me thonë kalojnë pjesë e pikës së 3 të rendit ditës, 2 amandamente të kryetarit. Faleminderit. Hvala, gospodine Hadži Sulejmani. Sledeći je predsjednik Odbora za planiranje, gospodin Aleksandar Dabović, da pročita svoj izvještaj sa sjednice odbora. Hvala. Uvažena predsjednice Skupštine, uvažene koleginice i kolege, poštovani mediji,
sa sjednice Odbora za planiranje prostora, zaštite životne sredine i komunalno stambenu djelatnost održana je dana 24.4.2025. godine u 11 sati u maloj sali Skupštine opštine Ulcinj. Sjednici su prisustvovali predsjednik Aleksandar Dabović, članovi Aslan Lunji, Driton Salaj, Aldijana Sjerić i Besart Hodža. Odsutni su bili Bojan Četković i Biondina Kimehmeti. Ispred službe je bila Lindita Lunji. Sjednici su također prisustvovali izvjestioci u ime predlagača i to sekretar Sekretarijata za komunalne i stambene djelatnosti Lear Taipi i Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj Škelzen Sulejmani. Mi smo razmatrali 3 tačke sa današnjeg dnevnog reda i to izvještaj o stanju uređenja prostora za opštinu Ulcinj za 2024. godinu, program uređenja prostora za 2025. godinu i predlog odluke o donošenju plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj za 2024-2028. godinu. Pročitat ću sve tačke. Tačka broj 1. Uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda podnio sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje, koji je naglasio da kada je u pitanju prva tačka postoji zakonska obaveza da se podnosi i izvještaj o stanju uređenja prostora, koji je osnov za donošenje programa uređenja prostora za tekuću godinu. Predlagač je obrazložio izvještaj o stanju uređenja prostora. Tačka broj 2. Također uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda podnio sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i jedno od pitanja bilo kada se planiraju konkursi koji su navedeni u programu uređenja prostora, kao na primjer glavno šetalište na Pristanu, centar Vladimira i centar Štoja. Sekretar je dao svoj odgovor i članovi su bili zadovoljni. Tačka broj 3. Uvodno izlaganje povodom ove tačke dnevnog reda je podnio sekretar Sekretarijata za prostorno planiranje i održivi razvoj. Nakon toga je krenulo u raspravu. Član odbora Besart Hodža je predložio postavljanje novog privremenog objekta, gdje je predsjednik odbora Aleksandar Dabović smatrao da član odbora treba da podnese zahtjev nadležnom sekretarijatu, a odbor će tražiti od sekretarijata da se ponovo razmatrati zahtjevi građana koji su stigli do dana kada se vodila diskusija u odboru i eventualno sagledati mogućnost uklapanja novih objekata na osnovu zahtjeva građana u predlog plana privremenih objekata. Nakon toga predsjednik odbora postavio pitanje predlagaču za privremene objekte u blizini srednje škole, koji je plan i da li će se oni uklanjati. Predlagač je dao svoje objašnjenje u vezi postavljenog pitanja. Nakon toga i nakon iscrpljivanja svih 3 tačaka išlo je na glasanje. Tačka broj 1 je glasana jednoglasno sa 5 za, 0 protiv, 0 uzdržanih. Tačka broj 2 također i tačka broj 3 također. Sjednica ovog odbora je završena u 11:50. Hvala. Hvala gospodine Daboviću. Sljedeća na red je predsjednica Odbora za društvene djelatnosti, Đulija Pelinku. Izvolite, pročitajte izvještaj sa sjednice. Ju faleminderit. Përshëndetje kryetare Kuvendit, përshëndetje kryetari komunës, përshëndetje këshilltare dhe këshilltar, të nderuar media dhe qytetar. Së pari dua të uroj mirëseardhjen në këshilltarës së re Dhurata Hoxhës edhe suksese në punë, në vazhdimsi. Sot me datën 25/4 u mbajt mbledhja në orën 11 ku prezent në mbledhje ishin Gjulije Pelingu Hoxha, kryetare e Këshillit, antarët Valmir Perezic dhe Arben Tafa. Ka munguar këshilltarët Hakim Mavrić dhe Skender Rexhović. Në mbledhje në emër të propozuesit ishte prezent sekretarja e Sekretariatit për Sport dhe Rini, Enisa Martinović. Këshilli për veprimtari shoqërore të Kuvendit të Komunës Ulqinit shqyrton dhe vendos për këtë pikë të rendit të ditës. Propozim vendimi për miratimin e planit lokal të veprimit për të rinjt në Komunën e Ulqinit për vite 2025-2026.
Në lidhje me këtë, në pajtim me menenin 117, paragrafi 1 të rregullore së punës të Kuvendit, i cili parasheh që pas shqyrtimit të propozimeve të vendimeve, trupi punues kompetent në raportin e vet i propozon Kuvendit që propozimet e vendimeve të miratohen ose të mos miratohen. Këshilli njerëzori me 3 vota pro i propozon Kuvendit që t'i miratoj propozimet e vendimeve të lartpërmendura. Raportuesi i Këshillit në mbledhjen e Kuvendit të Komunës Ulqinit është vendosur që të jetë Gjulia Pelingu Hoxha, kryetare e Këshillit. Dua të them që ne e dim të gjithë që rinia është ardhmja jonë, edhe me të vërtet ky plan program është diçka që i ndihmojmë dhe duhet të ndihmojmë që të zhvillojnë mendimet dhe idet e veta, rinia jonë. Dhe pse jo edhe që të zhvillojnë, që të ndihmojmë, që të hapin diapazonet e informacioneve të veta. Kështu që shpresoj që të kaloj si pikë dhe propozuesve ju urej suksese në zhvillimin e këtij projekti deri në pikën e fundit. Faleminderit. Hvala, gospođo Pelinku. Sledeći je predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, gospodin Aslan Lunji. Da li je tu? Samo moment. Gospodine Lunji, pročitajte izvještaj sa sjednice za odbora i izbor i imenovanje. Hvala. Hvala predsjednice, ja se izvinjavam. Odbor za izbor i imenovanje se sastao danas sa početkom u 9:15 časova. Na sastanku su bili prisutni gospodin Zaganjori i gospodin Dabović zajedno sa mojom malenkošću i odlučili smo da prihvatimo prijedlog imenovanja, odluke o imenovanju direktora parking servisa i dali smo saglasnost da se taj predmet pošalje Skupštini, to jeste odbornicima na dalje razmatranje. Hvala. Hvala gospodine Lunji. S obzirom da su svi predsjednici izložili svoje izvještaje sa sjednice, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Da li se neko javlja za riječ vezano za raspravu? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, prelazim na sljedeću tačku dnevnog reda. Tačka broj 3. Program uređenja prostora za 2025. godinu. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik Skupštine, obrađivač i sekretarijat za prostorno planiranje. Dajem predsjednik opštine. Dajem riječ gospodinu Škeljzenu Sulejmaniju. Faleminderit edhe një herë, nderuar kryetare. Në lidhje me programin rregullimit hapësirës për vitin 2025, kemi para jush vendimin për miratimin e programit, si dhe programin e rregullimit hapësinor për vitin 2025, në përputhje me nenin numër 244 të ligjit për rregullim hapësinor, i cili thot programi i rregullimit hapësinor në kuadër komunal në përputhje me ligjin bëhet pjesë e programit rregullimit hapësinor republikan. Ky është programi i rregullimit hapësirës për komunën e Ulqinit për vitin 2025. Programi parasheh po ashtu rregullimin hapësinor nga 4 të përfshira në ingerencat e 4 sekretariateve. Në aspektin e planifikimit, sipas nenit të ligjit për planifikim hapësinor, sekretariati për planifikim hapësinor nuk ka parapa përpunimin e planeve, ndërsa janë të paraqitura në mënyrë tabelare investimet e parapara nga sekretariati për investime si dhe sekretariati për veprimtari komunale dhe çështje banesore. Po ashtu, si pjesë e këtij programi është programi i sanimit urban, i cili vitin e kaluar është realizuar në mënyrë të suksesshme, është prezantuar edhe këtë vit
në formë tabelare. E njëjta gjë sipas vërejtjes së Komisionit për statut është bërë ndryshimi i përpunuesit dhe i vendimit për miratimin e programit. Faleminderit. Hvala. Gospodine Sulejmani, otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Još jedanput, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Tačka broj 4. Predlog odluke o donošenju plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj za period od 2024. do 2028. godine. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač je Sekretarijat za prostorno planiranje. Izvolite, gospodine Sulejmani. Faleminderit. Në lidhje me programin e objekteve të përkohshme për vitin 2024-2028, paraqes para josh vendimin për miratimin e planit të objekteve të programit të objekteve të përkohshme, si dhe materialin e programit nga programi i objekteve të përkohshme. Në lidhje me këtë program është zhvilluar shqyrtimi publik. Raportin nga shqyrtimi publik është publikuar në websajtin e Komunës së Ulqinit, ka marrë pëlqimet nga kryearkitekti i qytetit në muajin e 3 të vitit 2024, Sekretariati për Veprimtari Komunale në muajin e 4 të vitit 2024, Ministria e Turizmit dhe Ekologjisë ashtu në muajin e 4, Uprava za zaštitu, Drejtoria për mbrojtjen e monumenteve të kulturës në muajin e 8 të vitit 2024, Agjencioni për mbrojtjen e hapësirës në muajin e 12 të vitit 2024, si dhe pëlqimin final nga Ministria përkatëse e planifikimit hapësinor në muajin e parë 24 të parit 2025. Me 21 shkurt është propozuar si pikë e rendit ditës, materiali është dorëzuar këshilltarëve. Sipas këtij program kemi vendimin për programin e objekteve të përkohshme si dhe programin e objekteve të përkohshme si material. Në programin e objekteve të përkohshme kemi të parapara 283 objekte në tokën shoqërore, ndërsa 324 objekte në tokë private. Programi është i ndarë në 12 zona, risi është përfshirja e një zone të 11 ku kemi objekte për nevojen e zhvillimit të disa aktiviteteve në zonën e mbrojtur të parkut të natyrës Kripore së Ulqinit, po ashtu kemi edhe disa ndikime kryesisht sa i përket zonës private, pasi objektet të cilat kanë qenë janë gjatë kësaj periudhe janë përfshirë në fletat poseduese, janë fshirë nga programi i objekteve të përkohshme. Në lidhje me vendimin, vendimi parashes që plani, domethënë që mos i lexoj të gjitha pikat, neni 7 thotë që ky vendim vjen në fuqi 7 ditë nga data e shpalljes në fletën zyrtare, ndërsa sipas amandamentit të kryetarit të komunës në pikën 7 janë shtuar këto qëndrime. Implementimi i programit fillon nga 1 janari 2026 përveç për objektet e planifikuara si të reja në zonën private. Amandamenti 2 thot deri në implementimin e të dhënave nga pika 1, implementimi do të bëhet në bazë të programit të objekteve të përkohshme për periudhën 2019-2023, si dhe pika 3 për objektet e reja të planifikuara në zonë private, implementohet programi i ri 2024-2028. Kjo sa i përket amandamentit në vendim, sa i përket qëndrimit edhe kërkesës së Komisionit për
planifikim hapësinor, i cili ka propozuar të rishqyrtohen të gjitha kërkesat të cilat janë pranuar nga sekretariati pas përpunimit të propozim planit. Në lidhje me këtë kërkes, programit i shtohen lokacionet të reja dhe ato në parcelat katastrale 2842 KK4 Koll, 109 Thypër 9 KK4 Koll, 131 Thypër 1 Zogaj, 2453 Thypër 1 Shtoj Poshtëm dhe 1374 KK Ulqen. Kjo sa i përket prezentimit parë, nëse ka pyetje jemi të hapur. Faleminderit. Hvala, gospodine Sulejmani. Gospodine Čupuni, da li je odbor razmotrio amandmane? Možete opet da ponovite. Hvala. Të nderuar këshilltarë dhe këshilltar, faleminderit kryetare, me që propozuesi i pikës i ka pranuar amandamentet, për ata nuk votohet, por i kemi shqyrtuar si të ligjshëm dhe mund të pranohen edhe janë pjesë e propozimit integral. Faleminderit. Hvala, gospodine Čupuni. Izvolite, gospodine Sulejmani. Unë kam vetëm 2 pyetje të ri. Për çarsy për aplikimi i këtij programi fillon në vitin 2026. Vonesa në pruarjen e këtij programi, ku qëndron të ne në komunë apo në Republikë, dhe tani mbas kësaj që ndëgjova, me thonë, do të bëhet aplikimi apo aplikimi i programit të mëparshëm. Çka do të ndodhë me ato që kanë konkuruar për objektet përkohshme mbas programit të vjetër, do të thonë pas aplikimit të objektet përkohshme të programit të vjetër. Do të thonë janë 4 pyetje të cilat duhet të japim përgjigje, parasysh qytetarët presin përgjigje dhe jemi vonuar pak në prurjen e këtij programi. Nuk dua arsyetim, por dua me të vërtet të dim se ku qëndron problemi që është bërë vonesa. Faleminderit. Hvala, gospodine Sulejmani. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ponavljam, da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se ne javlja niko za riječ, zatvaram raspravu i naglasivši da je amandman koji je podnio predlagač postaje sastavni dio predloga i o tome se posebno ne glasa. Sada, uvažavajući vjerske obaveze, dajem pauzu zbog džume namaza od 12:30 do 14 časova. Molim odbornike da dođu u salu u 14 časova. Hvala. Nastavljamo. Pozivam odbornike da uđu u salu. Sljedeća tačka dnevnog reda je tačka broj 5. Predlog odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za mlade opština Ulcinj od 2025. do 2026. godine. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač je sekretarijat za sport i mlade.
Molim predlagača, to jest predstavnika predlagača, gospođu Martinović, da da uvodno izlaganje. Hvala. Gospođicu, izvinite. Poštovana predsjednice, poštovani predsjedniče opštine, poštovane odbornice, odbornici, predstavnici medija, poštovani građani. Pravni osnov odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ulcinj 2025-26 godina sadržan je u odredbama člana 5 stav 2 i člana 14 Zakona o mladima, kojima je između ostalog propisano da javni interes u oblasti omladinske politike sprovodi opština, kao i obaveza opštine da donese lokalni akcioni plan za mlade, sadržinu istog da se njegov nacrt dostavi ministarstvu na mišljenje o njegovoj usaglašenosti sa strategijom, kao i obavezu opštine da godišnji izvještaj o realizaciji lokalnog akcionog plana za mlade dostavi ministarstvu za prethodnu godinu. Članom 58 stav 1 tačka 4 statuta opštine Ulcinj propisano je da Skupština donese planove i programe razvoja za pojedine oblasti. Izradi ovog dokumenta pristupilo se u skladu sa obavezama proisteklim iz Zakona o mladima, te iz razloga što je omladinska politika djelatnost od javnog interesa, kojom je opština dužna da stvara uslove za obavljanje omladinske politike, a sve u cilju ostvarivanja javnog interesa. Sprovedena je zakonom propisana procedura za donošenje lokalnog akcionog plana za mlade, pa je s tim u vezi predsjednik opštine Ulcinj donio rješenje o imenovanju radne grupe za izradu lokalnog akcionog plana za mlade od 6. novembra 2024. godine. Zaključak o utvrđivanju nacrta za mlade od 3. februara tekuće godine. Sekretarijat za sport i mlade dao je na javnu raspravu nacrt lokalnog akcionog plana za mlade dana 6.2. ove godine i donio izvještaj o sprovođenju javne rasprave od 24. februara 2025. godine. Nadalje, Ministarstvo sporta i mladih Crne Gore od 25. februara 2025. godine dalo je pozitivno mišljenje na ovaj tekst nacrta lokalnog akcionog plana za mlade 2025-26. Budući da su ispunjeni svi zakonom propisani uslovi, predlažemo da Skupština opštine Ulcinj donese odluku o donošenju prijedloga lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ulcinj za period 2025-26. Hvala. Hvala, gospođice Martinović. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, da li gospođica Martinović želi da da završnu riječ? Ništa. Nastavljamo dalje. Zatvaram raspravu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Sljedeća tačka je broj 6. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter radio televizija Ulcinj. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač je Sekretarijat za kulturu i društvene djelatnosti. Molim predlagača da da uvodno izlaganje. Gospođa Subašić, izvolite. Nderuar kryetari Kuvendit, nderuar kryetari komunes, nderuar këshilltar dhe këshilltare, nderuar përfaqësues ekzekutivit edhe përfaqësues nëpërmedjeve, gazetar e tjerë. Baza ligjore për miratim e këtij vendimi buron nga neni 47 i ligjit për shërbimet mediatike audiovizuale, i cili parasheh përmbajtjen e aktit themelues të transmetuesit publik dhe me nenin 190 njajtit ligjit dhe se neni 38 i ligjit për vetë qeverisjen lokale. Gjithsesht neni 58 i statutit të komunes së Ulqinit. Fillimisht e kishte autorizuar Kuvendin e komunes së Ulqinit. Kuvendi i komunes së Ulqinit në vitin e 2011 e miratuar vendimin për themelimin e SHKP Ulqin në bazë të ligjit të mëparshëm. Mirë po me miratim e ligjit të ri për shërbime mediatike audiovizuale është dashur që akti të harmonizohet me ligjin e ri.
Përveç sa më sipër, vendimi në fjalë është i harmonizuar edhe me ligjin e ri për shoqëritë tregtare, i cili është në fuqi nga viti 2020. Këtu janë arsyet kryesore për pse po ndryshohet vendimi për transmetuesit publik lokal, ndërsa detajet për ndryshimit individuale i japin në vazhdim të shpjegimit. Në nenin 1 të këtij vendimi, shoqëria është përcaktuar si shoqëri një antarësh, sepse në ligjin për shoqëritë tregtare kanë rol dhe rëndësi të veçante. Në nenin 2 është e nevojshme të specifikohet kontakti i transmetuesit publik, që përveç adreses postare duhet të specifikohet edhe kontakti digital web me prezentimin. Në nenin 3 me ligj transmetuesit publik i jepet mundësia dhe detyrimit të përdore përveç kablove edhe kanalet e tjera të specializuara. Në nenin 4 i vendimit të propozuar specifikon shërbimet publike në përputhje me ligjin e ri. Në 5 e 6 përcaktojnë njësit organizative dhe aktivitetet shtese. Me ligjin e ri, transmetuesi publik nuk ka kompetence të miratoj rregullat e veta për shërbimet publike, sepse ato tani janë të rregulluara me ligjin e ri. Prandaj neni 10 është fshirë. Neni 8 dhe 9 janë nen që janë në përputhje me ligjin. Duke qenë se emituesi publik nuk ka kompetencë të nxjerrë rregulla, shfuqizohet edhe kundërshmitohet dhe peticionit e qytetarëve, ndërsa për dhënien e pëlqimit për kontratat e lidhura me kontrat është detyrim ligjor që Këshilli të disponoj pronën, sipas së cilës edhe a dispozit është shfuqizuar. Neni 11 specifikon propozuesit e autorizuar për Këshillin. Në dispozitat kalimtare është përcaktuar se antarët e Këshillit do të vazhdojnë punën deri në përfundimin të mandatit, ndërsa zgjedhja e Këshillit të ri do të bëhet sipas këtij vendimi. Për zbatime këtij vendimi është nevojshme të sigurohen mjete adekuate në buxhetin e vitit 2025, siç parashifet në nenin 9. Hvala. Gospođo Subašić, otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Ukoliko izvolite, gospođo Lika. Faleminderit. Nderuar kryetare e Kuvendit, nderuar kryetari i komunës, të nderuar kolegë këshilltar, të nderuar përfaqësues të mediave dhe qytetarë të nderuar. Spari fillimisht dua të falenderoj zonjën Merita për një elaborim të cilin tentoj që në gjuhën shqipe ta theksoj në mënyrën më të mirë të mundshme. Faleminderit Merita. Dhe me këtë duam të sensibilizojmë edhe një çështje tjetër, e cila është sot në rend të ditës, e cila që nga viti 2011 është formuar dhe edhe atëherë isham këshilltare dhe kam votuar për këtë pikë të rendit të ditës që të transferohet dhe të transformohet dhe të bëhet radio televizioni Ulqini. Fatkeqësisht ai edhe sot në ditët e sotme nuk ka përjetuar një transformim të duhur siç ishte e nevojshme, dhe mendoj që sot është afati apo kohët e duhura që mund të flasim për një ritransformim të mirëfillt të këtij mediumi publik, sepse gjithnjë nëse flasim për mediume publike, çdo shoqëri dhe çdo komunë lokale duhet të ketë një transmetues publik të vetin. Dhe jo vetëm në letër. Sot gjatë një diskutimi me drejtorin e radio-televizionit Ulqini, Zotri Çaushin, kam marrë disa të dhëna të cilat fatmirësisht edhe më kanë gëzuar, sepse veç është duke u punuar në një drejtim të mirëfillt, sepse siç e dimë që nga viti 1987 ky medium është formuar dhe kishte një jehon jashtëzakonisht të madhe, si i vetmi dhe i tillë kishte një kontribut jashtëzakonisht të madh në 2 gjuhë në komunën e Ulqinit. Deri në shumë vite
do të thotë të funksionimit të tij. Mirë po, gjatë 2 dekadave mund të themi të kaluara, kjo ka vazhdimisht ka pasur vetëm rëmje në funksionimin e vet. Ky institucion ka arritur që të ketë borxhe të rrogave deri në 18 muaj. 12 muaj për një vite të tëra me rresht ishte mesatarja e borxheve të pagave mujore. Sot është një fakt tjetër që më gëzoi pa mas që nga fillimi i vitit 2024 ky medium ka pasur do të thotë rroga të rregullta në funksionimin e tyre. Mirë po, çfarë ekziston tjetër këtu? Ata kanë një teknik të vjetër 20 vjet. Nëse marrim parasysh ndryshimet mediatike të cilat kanë ndodhur gjatë periudhës, mos të shkojmë më gjatë se sa 10 vjeçarin e fundit, si me digitalizim, si me teknologji të re, do të thotë të gjitha ato kanë mësuar ndryshime, ndërsa Radio Ulqini 20 vitet e fundit nuk ka pasur asnjë investim në infrastrukturën teknike, gjë që nuk mund t'i falet as kësaj shtëpi, por as do të thotë komunitetit në përgjithësi apo këtij kuvendit të komunës së Ulqinit si themeluesi kryesor. Prandaj ata sot gjenden në një gjendje jashtëzakonisht më të mirë, do të thotë i kanë rrogat e rregullta, që është një fakt tjetër shumë i rëndësishëm që të gjitha do të thotë obligimet ndaj agjencioneve e që janë disa nga agjencionet që paguhen rregullisht, ata i kanë të shlyer të gjitha borxhet. Kontributet e prapambetura janë duke i paguar me rregull. Po ashtu rrymen elektrike e kanë të shlyer, që është shumë e rëndësishme, si dhe disa shërbime të tjera, se flasim për kushte normale dhe që mund të duken në esencë qesharake, por që janë jashtëzakonisht të rëndësishme dhe jetike për të vazhduar funksionimin normal të një institucioni e sidomos mediumi. Sepse e dim se çfarë ndodh dhe çfarë shpejtësie është në të gjithë këtë hapësirë mediatike. Po ashtu ajo që ata kanë përveç çështjes teknike të vjetër, ata kanë nevojë edhe për punësime, për kuadro të ri, sepse momentalisht gjenden me 9 kuadro, prej të cileve janë pak gazetar, dhe mediumi pa gazetar dihet se si mund të funksionojë në mënyrë të mirëfillt ose jo. Ata i përgëzoj për punën e tyre që bëjnë vazhdimisht dhe tentativën që të jenë sa më të suksesshëm në përfaqësimin dhe transmetimin e fjalës së lirë kur është në pyetje një medium. Prandaj mendoj që sot ne këtu po marrim një vendim të ri, por shpresoj që ky vendim në të ardhmen do të jetë një augur i mirë për të vazhduar, për të stabilizuar këtë institucion mediatik i cili mund shumë shpejt të qëndrojë në këmbët e veta dhe shumë shpejt mund të jap këtij qyteti edhe një zë më të fuqishëm, sepse zëri i radios dëgjohet kudo dhe ne jemi ata që sot mund të japim një shkallë më të mirë dhe më të kënaqshme këtij institucioni dhe atyre gazetarëve, atyre teknikëve, të gjithë që punojnë aty, t'ju japim në kënaqësi pune, sepse gazetari dhe mediumi pa punë të mirëfillt dhe pa suksese nuk e ndjen veten as pak mirë. Prandaj ata duhet të ndihen të vlerësuar dhe duhet t'ju japim një mundësi që ky institucion të funksionojë më gjatë ashtu siç duket. Faleminderit. Hvala, gospođo Lika. Da li se još neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. Sljedeća tačka je tačka broj 7, predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta DOO za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivaće sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju. Molim predstavnika predlagača da da uvodno izlaganje, gospođicu Artu Mučaj. Izvolite. Mirëditë të gjithëve, të nderuar përfaqësues të Kuvendit të Komunës së Ulqinit, të nderuar sekretar, të nderuar këshilltar dhe të pranishëm. Para jush keni propozim vendimin për dhënien e pëlqimit në vendimin për ndryshimet në statutin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiverzitetit, mbashtimin dhe gjuetinë e kafshëve të egra dhe peshkimit ulqin. Bazuar në seancën e Kuvendit
të komunës së Ulqinit të datës 28 tetor të vitit 2022, Kuvendi i komunës miratoi vendimin për ndryshimet dhe plotësimet e vendimit për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, mbarështimin dhe gjuajtimin e kafshëve të vegra dhe peshkimit në Ulqin. Me ndryshimet e lartë përmendura u bën disa ndryshime në lidhje me autoritetin e menaxhimit dhe organeve drejtuese të ndërmarrjes, duke marrë parasysh sa më sipër dhe me qëllim që statuti i shoqërisë të harmonizohet me vendimin për ndryshime të vendimit për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, mbarështimin dhe gjuajtjen e kafshëve të vegra, ishte nevojshme të bëheshin ndryshimet përkatëse në statutin e shoqërisë. Në bazë të sa më sipër, Kuvendit i propozohet të miratoj vendimin për dhënien e pëlqimit në vendimin për ndryshime në statutin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara për ruajtjen dhe mbrojtjen e biodiversitetit, mbarështimin dhe gjuajtimin e kafshëve të vegra dhe peshkimit Ulqin. Faleminderit. Hvala, gospođice Mučaj. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, zatvaram raspravu i prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, to je tačka broj 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada javnog preduzeća za uzgoj i zaštitu divljači Ulcin za 2025. godinu. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač je Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju. Molim gospođicu Mučaj opet da uvodno izlaganje. Atëherë, para jush keni propozim vendimin mbi aprovimin e raportit të punës së ndërmarrjes publike për kultivimin dhe mbrojtjen e egërsirave Ulqin për vitin 2025. Baza ligjore për aprovimin e këtij përfundimi qëndron në nenin 31 paragrafi 1 dhe 6 të ligjit për kafshët e egra dhe gjueti, i cili ndër të tjera përcakton se për zbatimin e bazës së gjuetisë, shfrytëzuesi dhe i vend gjuetisë miraton planin vjetor të gjuetisë për punën të kryera dhe masat e marra në vitin paraardhës së gjuetisë, i cili i paraqet organit kompetent të veçeverisjes lokale për vend gjuetin që ndodhet në territorin e saj dhe institucioneve nga fusha mbrojtjes së natyrës, jo më vonë se me datën 15 prill të vitit aktual, në vitit për paraardhës së gjuetisë. Referuar dispozitave të cituara, përfundimi i propozuar në bazë të dispozitës së nenit 1 jepet pëlqimi në programin e punës së ndërmarrjes publike për kultivimin dhe mbrojtjen e egërsirave Ulqin për vitin 2025 me numër 838 të datës 25/12/2024. Në bazë të asaj që është përmendur më lart, i propozohet Kuvendit të miratoj propozim vendimin për programin e punës së ndërmarrjes publike për kultivimin dhe mbrojtjen e egërsirave Ulqin për vitin 2025 me numër 838 të datës 25/12/2024. Faleminderit. Hvala, gospođice Mučaj. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite, gospodine Tafa. Në lidhe me pikën e rendit ditës, nëse njeriu është vetëm atë raportin, një që shohim prej ndërmarrjes për mbrojtjen e egërsirave, do të thonë shohim një të ardhur prej 38.000 eurove vetanake dhe 5.000 euro tjera që vijnë nga të huajt. Ata janë 43.000 euro. Ndërsa nga komuna, do të thonë kjo ndërmarrje vjelen 350.000 euro për afërsisht, se mos të shkej me atë. Do të thonë nëse shikom levërdin ekonomike, do të thonë shohim se ish një disbalans shumë i madh. Se si ka mu zvoglu kja, si ka mu ba. Nuk tham se ish problemi ndoshte ju i vetëm, se janë probleme trashëgumona. Por nëse janë të ardhonat për këtë ndërmarrje 255.000 euro me kontribute si shkruan aty, ish një disbalans shumë i madh dhe me të vërtet aja vlen gjitha të paret
të shkojnë, domethënë për atë ndërmarrje. Domethënë duhet të justifikohen këta të shuma të vlera, domethënë duhet dikush dalë këto si me të vërtet ja vlen apo nuk ja vlen të merrena me këtë gjë. Domethënë një kjo ish, domethënë vërtetja që i kishon mbas raportit që e kam pas, nëse kam ditë mirë me lexu. Nëse shoh atë një ndër pikave thotë ish angazhimi me kontratat me vepër janë 12.000 euro. Nëse ka mundësi me maseru për çka janë shpenzuar ta 12.000 euro, se ka edhe shumë shpenzime tjera të cilët janë pak sa të fryra, si mas të ashtu edhe pak si ma shumë, por një kjo ma ka vrasynin se ishtë 12.000 euro kontrata me vepër. Për çka janë shpenzuar në këta pare, se me të vërtet 250 edhe nëse ashtom edhe këta, ishtë shumë vlerë e madhe, shumë cifre e madhe, që e pagën, në më thënë, të atim paguesi, të pagojnë komplet ulqini, komplet ne. Faleminderit. Hvala. Gospodine Tafa, da li se neko javlja za riječ još? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, da li predlagač želi da da završnu riječ? Gospođice Mučaj, želite da date završnu riječ ili da može? Izvolite. Lidhur me shpenzimet të ndërmarrjes dhe të ardhurat vjetore, ftoj drejtorin e ndërmarrjes të japë përgjigjen lidhur me këtë. Hvala, gospođice Mučaj. Izvolite. Gospodine Jahja, izvolite. Faleminderit zonja kryetare, të nderuar këshilltar. Sa i përket raportit punës për vitin 2025, mund t'ju ceki për secilën shpenzimet që i kena para pa, por sa i përket të pjesës 12.000 euro që janë para pa me kontrata bivepër, i kena para pa për arsye sepse na kena fitu tash drejtën edhe të përshkimit, ku aty nuk kena asnjë person, domethënë që është akredituar që ka licencën e përshkimit, që na duhet i kënd më angazhu për me mbikëqyr pjesën e fituar që e kena marrë prej pjesës bunës, domethënë edhe liçeni shasit. Faleminderit. Hvala, gospodine Jahja. Izvolite, gospodine Tafa. Masi që e keni fitu këtë drejtën, dhe më thanë për edhe këtë pjesën e përshkimit s'keni pas. A ka mundësi, a keni bërë një projekt, dhe më thanë, sa ka me qenë të ardhonat, ka me shtu, dhe më thanë të ardhonat ndërmarrje për egërsira, dhe më thanë në këtë, a keni bërë një anketë ose dishka në këtë, në një plan biznesit, nëse merret se sa kanë me qenë lejet, sa kanë me qenë të ardhonat, si me ditë, a ka morrit me të vërtet të ardhonat e kësaj ndërmarrje. Hvala, gospodine Taf. Izvolite, gospodine Jahja. Faleminderit. Domethënë një anketë përgjithshme nuk e kena bërë, domethënë vendimin e kena fitu në fillim të vitit. Këto është një problem që kena na shiku, sepse këto kena një mangësi shumë të madhe. Domethënë neve na duhet edhe me shiku pjesën se si dora me mbikëqyra. Atë zonë ku neve na nevojitin edhe pajisje tjera shtesë na duhet një bark, të paktën një bark për me vazhdu me pas me mbikëqyrje. Duhet të kuptojmë se vendimin që e kena marrë për përshkim është domethënë vetëm përshkim domethënë sportiv, nuk e kena fituar për rjeta për diçka më gjatë. Nuk e kena bën një elaborat të tillë, por dy persona mas pakut na duhet mi angazhu për me na mbikëqyr këtë pjesë. Faleminderit. Hvala, gospodine Jahja. Da li se neko javlja za riječ? Ukoliko smo iscrpili raspravu, zatvaram raspravu i prelazim na sljedeću tačku dnevnog reda, tačka broj 9. Predlog zaključka o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini 24-25.
Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač je Sekretarijat za poljoprivredu, ruralni razvoj i ekologiju. Molim predstavnika predlagača, gospođicu Mučaj, da da uvodno izlaganje. Hvala. Atëherë, kemi propozim përfundimit për miratimin e raportit të punës për punët e kryera dhe masat e marrë në vitin e kaluar të gjuetisë 2024. Në bazë të neni 38, paragrafi 1, pika 23 e ligjit për vetëqeverisje lokale, i cili përcakton se kuvendi shqyrton dhe miraton raportin e punës, shqyrton raportin mbi punën e shërbimeve publike të themeluara nga komuna, ndërsa neni 58, paragrafi 1, pika 2 dhe 24 i statutit të komunës së Ulqinit përcakton se kuvendi komunal miraton rregulloren dhe aktet e tjera të përgjithshme si dhe shqyrton raportin e punës së shërbimeve publike të themeluara nga komuna. Duke ju referuar rregulloreve të cituara, përfundimi i propozuar kërkon pëlqim për raportin mbi punimet e kryera dhe masat e marra në vitin e kaluar të gjuetisë 2024-2025 me numër 072 të datës 29 janar 2025. Bazuar në sa më sipër, propozohet që kuvendi të miratoj përfundimin mbi dhënien e pëlqimit për raportin mbi punët e kryera dhe masat e ndërmarra në vitin e kaluar të gjuetisë 2024-2025 me numër 072 i 29 janar 2025. Faleminderit. Hvala, gospođice Mučaj. Otvaram raspravu. Da li se neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja za riječ, da li predlagač želi da da završnu riječ? Ništa. Zatvaram raspravu. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda. To je tačka broj 10. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan DOO Agencije za izgradnju i razvoj Ulcinja. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač je Sekretarijat za investicije. Molim predstavnika predlagača da da uvodno izlaganje, gospodin Rifat Đinović. Hvala. Nderuar kryetare Kuvendit, të nderuar këshilltarë e këshilltare, në emër të Sekretariatit për Investime, kena pru vendimin për dhënien dhe pëlqimin e programit të punës të planit financiar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara, Agjencia Ndërtimit dhe Zhvillimit të Ulqinit për vitin 2025. Neni 1. Miratohet programi punës dhe plani financiar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara, Agjencia për Ndërtim dhe Zhvillim në Ulqin, për vitin 2025 me numër 216-24, datë 17-12-2024. Programi punës dhe plani financiar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara, Agjencia për Ndërtim dhe Zhvillim të Ulqinit, për vitin 2025 me numër 216-24, datë 17-12-24, është bë pjesë përbërës të këtij vendimi. Neni 3. Ky vendim hyn në fuqi në ditën e votimit në fletën zyrtare të Malit të Zi, rregulloria komunale. Sugjerohet që kuvendi të marrë vendim për dhënien e pëlqimit dhe programit e punës dhe planin financiar të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuara, Agjencia për Ndërtim dhe Zhvillim të Ulqinit, për vitin 2025 me numër 216-24, datë 17-12-24. Lidhe me planin financiar, që ose ka pyetje, këto është drejtori i agjencionit, zotëri Mentor Tajipi. Faleminderit. Hvala, gospodine Đinović. Otvaram raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Da li se neko javlja za riječ? Izvolite, gospodine Tafa. Se të njëjtën vrejtje e kisha njësej si për ndërmarrjen për regresiva, ashtu edhe për Agjencionin për Zhvillim dhe Ndërtim. Unë kam pas edhe në Këshillin për Financa do pyetje, por
to zakonisht nuk janë ata njerëz që duhen me na përgjigje për ata. Se kur themi se Komuna Ulqinit pagen gjithë ata pare për me bëha projekte për investimet e mundshme që duhet të bëhen në Komunën e Ulqinit, na shohim to ke agjencioni jon ka pas të ardhonat vetanake 18.000 euro. Kurse të ardhonat i ka prej komunës 250.000 euro. Me thënë, nëse e shikom, ata 18.000 euro mundet njëru me një projekt mi ba, na dim një aq sa duhet, me një projekt mi ba dikuj me shtëpia private, mundet me nxjerr ato pare, ja me punu diçka dhe një projekt për komunën. Kurse dalonat janë, interesant, 182.000 euro janë rrogat, pjesa tjetër edhe del 0-0. Domethënë kur e shikom një balans fiktiv, 268.000 kanë dalë, 268.000 kanë hy, domethënë dikush shifet se i ka bën mirë matematikën, një bën 2. Por nuk ishte ashtu, në ekonomi nuk shkon ajo punë. Ndonjëherë dalin humbje, ndonjëherë dalin fitesë. Ashtu ka ligji i ekonomisë. Nëse ju mendoni se ishte në rregull ky raport, gishtat i keni ta në rregull, por nuk ishte në rregull kjo punë që gjithë e cila ndërmarrje e ka të njëjtën gjë. Fiktive çdo bilans, hyrje dalje i kanë 0, pothuajse 0. Më thënë, nuk mundet me qenë se çdo vit punojmë 0. Ndonjëherë janë humbje, ndonjëherë janë fitesë. A levërdi se i agjencion me kry punën e tij me 18.000 euro, 1.000 euro në muj, të ardhona, gjitha të punëtor, gjitha të kontribute, gjitha të rroga, mendoj që nuk ish. Agjencioni duhet të kryj projekte si për komunë, por mundet që edhe ta justifikoj që edhe projekte tjera që njerëz t'i drejtohen, normalisht me pagesë, t'ia pagojnë agjencionit edhe t'i sigurojnë rrogat e tyre edhe aktivitetet e tyre. Ja gjithë të cilën gjë ja pagon veçmës, kontabilistin, këtë atë, gjithë të cilën ja pagon komunë, ja pagon të autim paguesi. Për mu kjo nuk ishtë në rregull, nëse dona me ecë përpara, nëse dona mi përmirësu gjendjen komunën tonë. Faleminderit. Hvala, gospodine Tafa. Izvolite. Gospodine Tejpi, izvolite. Faleminderit të nderuara kryetare, të nderuar këshilltar edhe këshilltare të nderuar të pranishëm. Deri diku pajtohem edhe me konstatimin e këshilltarit, edhe është drejt që ky raport duhet rishiquar edhe duhet trajtohet edhe një herë. Ky raport, unë jam duke prezentuar raportin e drejtorit më hershëm edhe që ka qenë, është miratues, është formulu një javë mbasi unë kam ardhur në ty, respektivisht në fillim dhjetorit. Agjencioni mbas vitit të ri, pasi që kam ardhur, ka reflektu për të mirë me çka e kanë vërtetu edhe sekretarët të cilët kemi detyrat edhe kemi obligimet, edhe kemi ndru disa praktika. Këtu janë para pa 18.000 euro fitim personal, e cila nuk e kam krejt qarë se si ka ardhur deri te aja, kurse nga kjo praktikë që jemi duke e zhvillu gjatë saj periudhe, kemi arrit që të bëjmë edhe mbikëqyrjet për investimet në infrastrukturë qytetit, cilët janë shumë të rëndësishme. Agjencioni është duke punu me përkushtim plot, edhe mendoj që ka arrit që komunën në një farë mënyre që ta përkrahin në këto investime në infrastrukturë lokale. Jo çdo gjë duhet të shihet me përfitim edhe me si vlerë monetare, ndërsa komuna ka përkrahjen e plot prej agjencionit për çdo urdhëresë, për çdo projekt, për çdo investim apo konsultim, cilët kanë lidhje me ndërtimin dhe me investimet. Faleminderit. Hvala, gospodine Tejpi. Da li se još neko javlja za riječ? Ukoliko se niko ne javlja
za riječ. Završili smo raspravu po 10. tački dnevnog reda. Nakon 10. tačke dnevnog reda prelazimo na razmatranje tačke izbora i imenovanja. To je sljedeća: Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking servis Ulcinj. Predlagač ove tačke dnevnog reda je predsjednik opštine, obrađivač je sekretarijat za komunalne djelatnosti. Molim sekretara, gospodina Learta Taipija, da da uvodno izlaganje. Hvala. Faleminderit e nderuara kryetare. Atëherë para jush keni vendimin për dhënien e pëlqimit në vendimin për emërimin e drejtorit ekzekutiv të SHPK Shërbimi i Parkimit Ulqin, numër 20/25-1 datës 13/2/2025. Neni 1 jepet pëlqimi në vendimin për emërimin e Arsim Cuca nga Ulqini për drejtor ekzekutiv të SHPK Shërbimi i Parkimit Ulqin, i miratuar nga bordi i drejtorëve në seancën e 11 të rregullt me numër 20/25-1 të datës 13/1/2025 në bazë të konkursit publik numër 805/2024-1 datës 28/11/2024. Vendimi për emërimin e drejtorit ekzekutiv të SHPK Shërbimi i Parkimit Ulqin është pjesë përbërëse e këtij vendimit. Ky vendim hyn në fuqi ditën e 8 nga dita e votimit në faqen zyrtare të malit të zi dispozitat komunale. Baza ligjore për miratimin e këtij vendimi qëndron në nenin 38 paragrafi 1.2 të ligjit për qeverisjen lokale, neni 58 paragrafi 1.2 statutit të komunës së Ulqinit dhe neni 12 paragrafi 1.4 e vendimit për themelimin e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar Shërbimi i Parkimit Ulqin. Faleminderit. Hvala, gospodine Taipi. Da li se neko javlja za riječ? Otvaram raspravu. Ukoliko se niko ne javlja za riječ, po završetku tačke iz reda izbora i imenovanja pristupit ćemo glasanju o svim tačkama koje smo danas prešli, dok ćemo 11. tačku ostaviti za kraj sjednice. Sada dajem pauzu 10 minuta i prelazimo na glasanje. Nastavljamo dalje. Vididonija. Pristupit ćemo sada glasanju. Molim odbornike da se vrate na svoja mjesta.
Tačka broj 2. Prelazimo na glasanje. Odluka o usvajanju izvještaja o stanju uređenja prostora opštine Ulcinj za 2024. godinu. Pristupajmo glasanju. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je 16 odbornika bilo za, 0 protiv, 3 uzdržan. Konstatujem da smo usvojili odluku o izvještaju o stanju uređenju prostora opštine Ulcinj za 2024. godinu. Prelazimo na tačku broj 3. Tačka broj 3. Usvajanje programa uređenja prostora opštine Ulcinj za 2025. godinu. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je 16 odbornika glasalo za, 1 protiv, 3 uzdržan. Tačka broj 3. Program uređenja prostora opštine Ulcinj za 2025. godinu je usvojena. Prelazimo na sljedeću tačku broj 4. Predlog odluke o donošenju plana postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj, period 2024. do 2028. godine. Pristupamo glasanju koje je u cijelini sa amandmanima. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da plan postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Ulcinj u periodu 2024. do 2028. godine usvojen sa 20 glasova za, 1 protiv, 1 uzdržan. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda broj 5 da glasamo. To je predlog odluke o donošenju lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ulcinj 2025-2026. godina. Pristupit ćemo glasanju. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem odluka o donošenju lokalnog akcionog plana za mlade opštine Ulcinj 2025-2026. godina usvojena je sa 20 za, 1 protiv, 1 uzdržan. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda za glasanje. Predlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter radio televizija Ulcinj. Pristupit ćemo glasanju. Ko je za? Protiv? Uzdržan?
Konstatujem da smo usvojili odluku o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću lokalni javni emiter Radio televizija Ulcinj sa 20 glasova za, 1 protiv, 0 uzdržan. Prelazimo na 7. tačku, predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta DOO za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači. Pristupamo glasanju. Ko je za? Protiv? Uzdržan. Konstatujem da je predlog odluke o izmjenama i dopunama statuta DOO za očuvanje i zaštitu biodiverziteta, uzgoja i lova divljači usvojen sa 19 za, 1 protiv i 1 uzdržan glas odbornika. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda za glasanje. To je 8. Predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada javnog preduzeća za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj za 2025. godinu. Pristupamo glasanju. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je usvojen predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada javnog preduzeća za uzgoj i zaštitu divljači Ulcinj za 2025. godinu sa 19 glasova za, 1 protiv, 1 uzdržan. 9. tačka, predlog zaključka o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini 24. i 25. godina. Pristupit ćemo glasanju. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je Skupština usvojila predlog zaključka o davanju saglasnosti na izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini 2024-2025 sa 19 glasova za, 1 protiv, 1 uzdržan. 10. tačka dnevnog reda, predlog odluke o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan DOO Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja. Prelazimo na glasanje. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je Skupština osvojila odluku o davanju saglasnosti na program rada i finansijski plan DOO Agencija za izgradnju i razvoj Ulcinja sa 19 za, 1 protiv i 1 uzdržan glas. Prelazimo na izbor i imenovanje. Predlog odluke o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking Servis Ulcinj. Pristupit ćemo glasanju. Ko je za? Protiv? Uzdržan? Konstatujem da je Skupština usvojila odluku o davanju saglasnosti na odluku o imenovanju izvršnog direktora DOO Parking Servis Ulcinj sa 18 za, 1 protiv i uzdržana 2 glasa. Sada da vas obavijestim da je posljednja tačka dnevnog reda informacije u vezi sa dešavanjima u Skupštini Crne Gore povodom ratifikacije sporazuma o saradnji u oblasti turizma i razvoja nekretnine između Vlade Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata i aktivnosti opštine Ulcinj. Danas prekidam sjednicu, ona će se nastaviti sljedeće nedelje, bit ćete obavijesteni i razmatrat ćemo o ovoj tački dnevnog reda. Hvala.